Përshëndetje shenjatashit, kjo është panorama e interpretimit javor. Java për ju nis me kartën pritshmëri. Kjo kartë ju tregon se aktualisht ndoshta mund të ndodheni në një periudhë pritshmërie. Mund të ketë një çështje, një lajm, një vendim ose një situatë që ende nuk ka arritur në përfundimin e saj. Ndoshta ndjeni se keni bërë atë që duhej të bënit dhe tani mbetet të shihni se si do të zhvillohen gjërat. Kjo kartë ju thot gjithashtu të mos nxitoni procesin, sepse ka momente kur jeta kërkon veprim dhe ka momente kur jeta kërkon durim. Kjo javë duket se fillon me energjinë e pritjes, ku ju vëzhgoni, analizoni dhe përpiqeni të kuptoni se nga do të vi lëvizja e radhës. Shpesh kjo kartë shfaqet kur diçka po përgatitet në sfond, edhe pse ende nuk është e dukshme. Zonja e privilegjuar. Kjo kartë flet për vetvlerësimin, flet për dinjitetin dhe ndërgjegjësimin për vlerat tuaja. Kjo kartë ju kujton se nuk keni nevojë të kërkoni vazhdimisht miratimin e të tjerëve për të ditur se kush jeni. Gjatë kësaj jave mund të ndiheni më të sigurt ose më të sigurta në vendimet tuaja, ose mund të vini re se të tjerët ju trajtojnë me më shumë respekt. Kjo kartë shpesh tregon se një person fillon të kuptojë sa larg ka arritur ose sa shumë është rritur në krahasim me të kaluarën. Ajo sjell energjinë e elegancës, vetbesimit dhe vetë respektit. Mund të jetë gjithashtu një kujtesë për të mos e nënvlerësuar veten apo arritjet tuaja. Më pas kemi kartën njohje ose bashkëpunim. Për disa mund të nënkuptohet afrim romantik me këtë kartë. Edhe pse kjo kartë lidhet shpesh me romancën, në një interpretim të përgjithshëm, kjo kartë flet për marrëdhëniet dhe ndërveprimet me të tjerët. Kjo javë mund të sjellë bashkëpunime, biseda të rëndësishme, njohje të reja, ose afrime me njerëz që mund të luajnë një rol pozitiv në jetën tuaj. Kjo nuk është një kartë izolimi në fakt, përkundrazi, ajo tregon se përmes komunikimit mund të hapen dyer të reja. Disa ndoshta mund të marrin mbështetje, këshilla ose mundësi që vijnë përmes kontakteve njerëzore. Kjo kartë thot të jeni të hapur ndaj dialogut gjatë kësaj jave dhe të mos i nënvlerësoni takimet e vogla që mund të rezultojnë të rëndësishme. Ndërsa karta të dashuruarit në interpretimin e përgjithshëm flet jo vetëm për dashurinë, por edhe për zgjedhjet e rëndësishme. Sepse gjatë kësaj jave mund të gjendeni përballë një vendimi që mund të kërkojë të dëgjoni jo vetëm logjikën, por edhe intuitën. Kjo kartë zakonisht tregon harmonizimin e dy energjive ose të dy mundësive. Mund të jetë një zgjedhje mes dy drejtimeve, dy planeve ose dy mënyrave të vepruarit. Kjo kartë kërkon të qëndroni besnik ndaj asaj që ndjeni se është e drejtë për ju dhe që përputhet me vlerat tuaja. Shpesh kjo kartë shfaqet kur një vendim i marrë me zemër dhe me vetdije sjell rezultate të rëndësishme në të ardhmen. Më pas kemi kartën fati i madh. Dhe unë do të thoya që kjo është një nga kartat më pozitive të gjithë shtrirjes suaj, sepse kjo kartë sjell energjinë e bekimit, energjinë e mundësive dhe të zhvillimeve të favorshme. Nuk do të thotë se gjithçka do të vijë pa përpjekje, por tregon se rrjedha e ngjarjeve është në anën tuaj. Mund të merrni një lajm të mirë, të shihni progres në një çështje që ndoshta ju shqetëson ose të kuptoni se një situatë po zhvillohet më mirë nga sa kishit menduar. Kjo kartë shpesh tregon periudha kur Zoti duket se hap rrugë aty ku më parë nuk kishte shpresë ose kishte pengesa. Më pas kemi kartën dhuratë. Dhurata simbolizon marrjen e diçkaje me vlerë.
Kjo nuk do të thotë me patjetër se është diçka materiale, pra një dhuratë materiale, mund të jetë një mundësi, mund të jetë një ide, një mbështetje, një lajm i mirë ose një ndihmë që vjen në një moment të papritur ose në momentin e duhur për disa. Karta tregon se gjatë javës mund të merrni ose të jepni diçka që ju sjell kënaqësi dhe ju ndihmon të ecni përpara. Shpesh ajo flet për surpriza pozitive dhe për disa gjëra që nuk vijnë si rezultat i presionit, por si një shpërblim, si thua, i natyrshëm i energjive të investuara mirë më parë. Më pas kemi kartën ndryshim. Dhe kjo kartë tregon lëvizje, tregon se situatat nuk do të mbeten statike, mund të ndryshojë një plan, një mënyrë të menduarit, një rutinë ose një rrethanë konkrete në jetën tuaj. Në shumë raste kjo kartë shfaqet kur jemi gati të largohemi nga një fazë e vjetër dhe të hymë në një fazë të re. Duke qenë se kjo kartë vjen pas kartave shumë pozitive për ju, unë do të thoya që ndryshimi këtu nuk duket si humbje, por si zhvillim. Ndoshta për disa mund të kuptoni se është koha për të lënë pas diçka që nuk ju shërben më. Ose për disa të tjerë mund të jetë koha për të përqafuar një mundësi të re. Në Prism Oracle kemi paqe. Kjo kartë është mesazhi përfundimtar dhe energjia që mbështjell të gjithë javën për ju. Paqja flet për qetësi të brendshme, për pajtim me veten dhe çlirim nga nevoja për të kontrolluar gjithçka. Unë do thoya se pavarësisht se çfarë ndodh rreth jush, karta ju thot të ruani ekuilibrin emocional. Sepse ndonjëherë paqja nuk vjen sepse gjithçka është perfekte, por sepse ju vendosni të mos luftoni me atë që nuk mund ta kontrolloni. Kjo kartë gjithashtu sugjeron se përgjigjet që kërkoni mund të vinë më lehtë kur ju të ndaloni së shtyri gjërat dhe t'i lejoni ato të rrjedhin natyrshëm. Nëse unë do t'i jepja një titull kësaj jave për ju do të ishte: ajo që ka qenë në pritje fillon të lëviz dhe ju çon drejt një ndryshimi të bekuar. Paçi.